Ndryshe. Nuk kemi kohë për i këngë, çka këngë? Nuk kemi nevojë të valle vetëm debate. Pse ishte reagim Aro, ju lutem të marrim çik shubi, mos bëj kakofoni. Pse ishte reagimi për Jozi me Loredanës? Ka lidhje fare ky çifti? Zoti? Po jo, burra. Jo, vetëm që s'ka fare. Për Loredana. Loredana është kinge, pa ai ajo ka një sekond. Më tregon një moment afeksionin që ky djali ka shprehur asaj gocës, ta shoh. Edhe të them që po. E ka treguar ke studio ime, erdhi kishte vendosur unazën e shoh për gjata. Por ti them me atë gocë, një putje i prekë për shafinin për gjë. Aty se u bë gjati dhe nga prindrit nuk donin, ai ka marrë mesazhin që prindrit e Loredanës e kanë dhe mami ta bëni vazhdes, jeni sjell shumë mirë. Do me bë kot tash jo, ai çuni mua këto kohët e fundit ai çuni në raport me atë gocën. Bravo, mirë, dakord se. Rikthimi aty është shumë i mirë. Troç në shpjegim popullor të ullam aty na vite vështirë me atë televizor. Çfarë do thosh na ai çuni në këto? Po tash ti nuk diskutojmë deri në fund. Un po them që ai si individ mund ka habit për brutalitetin dhe vulgaritetin që ka treguar në raporte të përgjithshme. Në raporte me femrat më ka habit për mungesën e afeksionit dhe i ftohtë të një loje të bukur mashkull femër me atë gocë. Pa i shkreti do kur kapi një herë me e treta dhe e vërteta, se mos kape me zor, e treta dhe e vërteta, ky program në rastin e këtij zotris ka treguar që e ka edukuar. Se nëse ne marrim këtë zotrin ditën e parë që unë kam pasur Big Brother, ai njëri vërtet ka evoluar. Ka evoluar shumë. Ta them sinqerisht, unë e shoh. Ashtu si ja them kritikat, ja them dhe diçka. Dhe unë e shoh që qetësia e fytyrës as jo ke fjalët që artikulon, por ke fytyra edhe ke sytë e shifsha që ai vërtet është qetësuar. Çdo njeri jashtë ka deliret e veta. Nuk e shikon që do. Jo, raporti me publikun e ka bërë atë të reflektojë, të njohë vendin e vet. Të ketë limite në komunikim, në sjellje, në marrëdhënie me njerëzit. Ai po bën muzikë, bravo. Shiko, është edhe një gjë. Është i vetmi. Një sekond, Monika, po. Është i vetmi që nuk e ka mbajtur shumë, nuk ka treguar informacione, nuk i ka shprehur një. Dhe e dyta, rikthimi i tij nuk e shikon dhe i çik si atë burrin e lartë të malsive që do me dhënë atë mbajt atë besën që i dha Kiatit një gjëra. Po mirë, një fjalë. Monika, kjo është një patetizëm. Po s'ka që dhe patetizëm se ai me atë po ecën dhe po. Unë se kuptoj, më fal. Unë nuk arri ta besoj që ti artikulon një pyetje të tillë, jo më të besoj ose të përgjigjem ty. Po tallesh ti. Po pse studi që Jyria jo ma vet dhe i tha jep jo djalë ta gëzosh. Po jo, jema i vet tha do ta Ashtu sa të dalim. Jo. Çfarë do ti më thonë ajo? Jam çura, ai apo ne kërkoj pyetje me zot. Do ai atë apo jo? Po çfarë do më burra ai? Jo, unë nuk besoj që ai do ta mbyll një sakt pozitive për atë. Mua më pëlqen që të dy ata tani. Të lutem. Tani kjo nuk ka ndodhur vetëm me Jozin. Të gjithë çunat e këtij Big Brotheri kanë qenë skandal, turve faqazet. Po pse ai Aldo? O zot. Se ajo kokra yllit ai. Kush ishte kokra yllit? Sa ju mor me tre. Rizarta e bukur? Po jo, dakor. Pastaj edhe kjo Rizarta si tha, jo, unë s'kisha punë me gestin. Me që tha kjo body language. Ajo kur hyni, vdiq për gestin dhe ne jemi vetë çuna, gesti më afeksionues ndaj një të dashur ose sidomos femra ndaj burrit është kur shkon e përqafon nga pras. Siç vajti ajo përqafoi gestin në momentin. Kujt i thot ajo nuk kisha unë. Ai është gjesti më efektiv që mund të bësh ndaj një mashkulli. Është vërtet, kjo është vërtet. Imi tim përket. Jo, po nuk e ashtu. Edhe ke krevati, mos kishte lut mença nejse. Nuk e ka univers paralel, do shihni kët bigun tim, shikash për dy pesh ku ke çfarë. Do i gjose. Ka zbërë pesh. Peshku me sy. Peshku kuq. Bolla. Peshku kuq. Peshku. Po si nuk ju ndes. Peshku fare këtyre çunave. Lesh me qime. Balbona me Laertin hiç. Jozi me Loredana hiç. Gjesti Egri Rizarta Aldo hiç. Njona më bukur. Tani në mendimin tënd Paloma, se ti ke qenë gjithë gjëra. Ajo Neda mos ndoshta e ka egzageruar çdo gjë lidhur me Rozanën. Po fola do e. Yes.
Kështu që më mirë mos flas fare, nuk e di domethënë unë në jetën time, edhe Balina Bodinakun që e konsideroja të flakt dhe një fanse të zjarrt të Donaldit, në ato nivele nuk e kam parë ndonjëherë të shkojë kur një opinionist, sepse një opinionist mund të ketë mendimin e vet edhe pak të njanshëm, se s'po m'vinte të njanshëm, por deri diku ruajnë limitet siç ruan dhe arbri. Po jo ti bish me shpa, domethënë nuk sa i del figura i humb vështrimin. Sa i del figura i humb vështrimin. Dhe tani me që është afruar me Laertin, ka filluar një opinioniste dhe thotë shiko thotë se unë e bëra. Rozana ka kuptuar tipin tani, kështu që thotë fol të keqen, fol sepse shiko, për një njerëz që është Rozana në ngritje ajo. Si keni provuar? Opinionistët janë roli dhe fjala zëri më i rëndësishëm. Për banorët. Nëse një opinionist ty të denigron në forma të tilla siç e bën ajo ndaj Rozanës, ti je i vdekur. Në ato çaste ti mund të mendosh në 10 sekonda. Unë mendoj të kundër të prish karriera. Jo, Elona, në këtë rast ajo ka ngritur Rozanën. Pikërisht. Mirë, po në atë moment kur ai flet, ty të duket sikur gjithë bota të gjykon vetëm ty dhe ti ndihesh i turpëruar, domethënë sikur po të presin kokën para miliona njerëzve. Kështu fiks është ndjesia të paktën personale që ka nganjëherë. Pra duhet të ruajnë sadopak etikën e komunikimit me të gjithë banorët. Më diplomate. Ajo vajti i tha Laertit të vi turp ty Rozana që tregon situata të tilla që zhvishesh i hap krijon këtë situatë për ta nxjerr. Ajo sigurisht banore. Një dhe dy të flasim pak për Rozana dhe Gertën. Gerta tha në studio ndjeva një publik që i kisha me vete edhe pse Rozana shkoi finalistja e parë. Të nesmen i erdhi një dron, vazhdon thotë që publiku më do mua. Si ma komenton pak Gertën. Gerta ka qenë goxha aktive në fillim, po tash ka fut gjumit. Jo, tani ka hyp deliri herë sepse shkoti me Rozana se si ma bënin mua kështu, po lëri të tjerë të gjykojnë se kush je ti, qa personi je ti në syrin e publikut. E vura re dhe me djalin, e pe me djalin. Qa thon për mamin? Qa thon për ty? Qa thon? Ai çuni Gerta, njohin që e çun. Jo, është opinionimi i gabuar, po ajo më duket gjithmonë me nerva mua. Po, dia prit në këtë bëjmë çigalla. Okej, Tha, njëra i them unë, ke patë ke? O vllai më tha, ajo ka duru Oltën, tha ti thu. Me që më të ka përshtypjen që unë këtë pyetjen e kam për ty. E kam bërë dhe para disa ditësh kur kisha një shoqen e Gertës edhe po e përsëris se ndonjëherë më marrin më është ndezur dhe mua rrieti pse ke bërë këtë pyetje duket sikur je kundra Gertës, nuk kemi fare kundra apo protestojnë. Në gati 4 muaj Big Brother, një herë nuk ka përmendur emrin e Olta Gixharit dhe një herë nuk ka treguar një histori për motrën e saj. M'fal, po pse e motra bërin ai postim mbështetës për të motrën? Ka bërë në shtëpi. Ka quar dron, ka bërë postime. Ka bërë në panele, un kam përshtypjen këtë që edhe një herë kemi diskutuar kur më thire. Që Gerta e ka vuajtur gjithmonë, të paktën kështu është këndvështrimi im, nuk po themi vuajtjen, po gjithmonë është njohur si motra e Olta Gixharit. Dhe ndoshta donte të zhvishesh nga e gjithë kjo gjëja. Ai sa për të mos e përmend ndonjëherë. Jo, do të jetë Gerta, pra njerëzit ta njohin Gerta Gixharin, jo të thonë, më prit një sekond ta mbaroj të lutem. Jo të thonë, ua, motra e Olta Gixharit. Dhe kjo është shumë sepse në të gjitha rastet në të gjitha rastet po është ndryshe kur e keloj. Sepse Gerta ka qenë në çdo studio kur është përballur duke ruajtur emrin e Oltës. Në çdo studio. Ku është Olta? Në cilën studio? Më se Olta ka bërë reagime edhe në rrjetet sociale. Po në cilën studio në panel? Surprizë. Gerta ka bërë për Oltën këtu ka qenë. Ka bërë. Gerta e ka bërë shumë. Tani jemi realist për një gjë që edhe në fan club, edhe në Gerta do jetë në finale? Unë mendoj që fali, me qa shof, jo. Se sigur ka dal nga radarët farës, po e shofim hiç, po bëha si gjë. Në sensin që dëgjoj afër fundit kjo Big Brother është dhe i çiksit loj tenisi që ke bë sigur harrohet. Afër fundit është ai që merr pikën e fundit. Po, ai më që pikën e fundit. Nuk është një nga pyetjet që ishte në spot. Çfarë do të ndodh pak ditë përpara finales së madhe? Çfarë mendohet ndodh? Çfarë skenari mund të kalojë nëpër kohë? Mund na martohet Egli me Xhestin, bëjnë një gjë kështu në show. Po,
Ka Gjesti kaloi murin mos tifusi për show. Ka vend për kuti Pandore apo kanë mbaruar, janë ezauruar? Jo, patjetër që ka vend sigurisht. 1-2 herë është bërë. Biles nuk është bërë fare, po thuj se po këtë vit. 2 herë. Ajo që ne presim të shohim sot është final. Do të thënë kush do të jetë finalisti i dytë, edhe nëse nuk është Eglia do t'i nga shtëpia. Kjo është kurreshja ime e gjithë. Unë besoj se do t'iki. Natyra shumë luftarake e asajt edhe natyra që e dëshiron suksesin, besoj se dhe duhet të ri, të tregohet vajzë për mua. Duhet të ri. Mirë thot Monika i bie fabula nëse del, se ajo doli me tregu karakter nuk intereson mirë. Ti kur të riqesh nga një luftë, po u të ruqe nga lufta je e dorëzuar. Do të thonë ti shiko se ka ndodhur një gjë i dashur. E nxori një herë flamurin e paqes, atë të bardhin, që un po dal se nuk jam mirë. U fut, pritëm që do bëj shumë e shumë gjëra, për mua nuk bëri, bilesara më grop, dhe tani në qoftë se i shkon pas ati mendimit që ka thënë dje, se ndoshta dje ka qenë edhe nga pyetjet edhe e trazuar emocionet edhe, por në qoftë se e bën atë veprim, atëherë ajo tregohet që është një lojtari që i dorëzon armët që në fillim pa filluar lufta. Ari tha pak më parë që s'duam ky Big Brother është Egli Gjesti. Patjetër. Po, tani është e vërteta. Eglin ta fitoj? Jo. Jo. Po pse nasim? Unë shoh Gjestin me Rozanën tu luftuar për veten e parë. Egli do fitoj posesiviteti. Mirë, posesiviteti, arroganca. Jo, prit, se si e. Jo, po nuk e arroganca jo, pse arroganca? Po pse kur fletët si është? Po mirë, tani edhe ka momente shpërblimi. Më fal një minutë. Tani në qoftë të lutem. O do flam, kjo është tani ajo që thash edhe pak më parë. Se një herë jam lakuar baklava dhe kadaif. O do themi kështu, o do themi ashtu. Pra ti do edhe t'ia fërkosh shpatullat e Eglit, por edhe Egli kur i ikën nerdi bëhet shumë arrogante dhe këtu nuk ka asnjë gjë se ne kemi mendimet tona, mund të lutem. Më shumë duket prepotente. Po ja dhe këtë. Ja dhe këtë. Po jo tani të themi. Jo. Hajde ti themi gjëra. Nuk është se ofendon e kështu që të thosh ju. Dhe kur kemi mendimet, ti themi mendimet ashtu siç duam. Sepse na zhvillojnë në shpirt, se tani ne nuk po themi është e mrekullueshme, do dali, do bëj shfaqje teatri, se është vajzë e talentuar, do bëj muzikë pas asaj. Po do ta bëj. Jo, duket këmbgulse që kur merr përsipër diçka. Që kur merr një gjë përsipër e bër. Dhe nga tekstet që ka bër, ja ta them, dhe nga tekstet që ka bër, i ka bër tekstet e mira. Edhe të gjitha sfidat që i ka bër, Egli ka qenë nga të vetmet që i ka realizuar më mirë. Dhe loja e Big Brotherit në fund fare është sfidat që të jep vllai i madh. Në këtë aspekt, me që kujto, për mua njëri më të artikuluar nga ana verbale se Egli në këtë Big Brother tani nuk kam dëgjuar asnjë. Se unë s'e kam ndjek shumë Big Brother. Dhe kur dëgjoj atë që për moshën që ka absolutisht situata është perfekte. Unë them bravo ku i ka një të qartësi. Është një personazh më i madh, unë po them prandaj vjen gjynaf në fjalë. E kanë nxjerr nga totalisht nga gjithë ky ekuilibër që ajo ka shfaqur në raport me të tjerët, ai Gjesti e çorientoi. Publicitet.